Vllaznia e Koshit për Meshkuj e ka nisur mbar kampionatin kombëtar të Superligës, teksa në javën e parë ka fituar me një rezultat të thellë ndaj Flamurtarit. Një ndeshje e dominuar plotësisht nga ana e kuqebluve, të cilët që nga minuta e parë dhe deri në fund të takimit kanë spikatur në lojë dhe rezultat. 23-17 është mbyllur perioda e parë në favor të vllaznisë, ndërkohë që edhe 10 minutë që i periodës së dytë ka vijuar me të njëjtin dominim. Madje nga +5 që ishte diferenca e periodës së parë, në të dytën u rrit në +11, duke bërë që skuadra të shkojnë në dhomat e zhveshjes për pushimin e pjesës së parë me avantazhin kuqeblu 52-35. Pas kthimit në fushën e lojës, vllaznia vijon me të njëjtin ritëm, çka e tregojnë edhe shifrat fituese të periodës së tretë, 28-19, duke e thelluar akoma më shumë diferencën në +26. Avantazhi i thellë i kuqebluve i jep mundësi trajnerit shkodran Eni Llazani të hedhë në fushën e lojës edhe lojtare të ri, të cilët siç e ka deklaruar edhe vetë ai në prag të sezonit, kanë vëmendjen e tij dhe të shoqatës së basketbollit për rritjen e tyre cilësore. 19-16 janë shifrat e periodës së katërt në favor të vllaznisë, që duke i shtuar edhe ato 3 të periodave të mëparshme, rezultati përfundimtar është Vllaznia 99 dhe Flamurtari 70. Për të theksuar se në sfidën ndaj Flamurtarit, vllaznisë i munguan 2 basketbollistë titular, shqiptaro-amerikani Klajdi Kiri si dhe amerikani tjetër Parker, të cilët vuajnë dëmtimet e ndeshjeve të Superkupës javën e kaluar me Beslidhjen. Ekipi është në rritje dhe deri në fund të fazës parë do vinë rritje. Këto djemë kanë shumë pak kohë që stërviten bashkë. Qëllimi jonë këtë vit është me ndryshu frymën, me ndryshu identitetin e skuadrës, me fut një frymë mbrojtëse në ekip, me fut një frymë më bashkëpunuese me njëri tjetrin, dhe është herët për me prit rezultat, sepse është veç ndeshja e parë, por gradualisht mendoj që do shohim rezultat edhe të këto djemë të ri. Klajdi edhe në finalen e Superkupës luajti i dëmtum, ka një problem të kama që besoj edhe pak ditë do na duhet edhe do e kena në fushë. Gjithashtu patëm edhe një dëmtim të Parkerit që na limitoi shumë në rotacion, po kjo është pjesë e lojës. Vjetë kishim skuadër pak më të konsoliduar, si vjetë na kanë ikur 2 lojtarë qendra që janë të rëndësishëm. Na ka një i huaj, pak ditë ka që ka ardhur, ndoshta ishte edhe fillimi të përshtatët. Meritaj takon vllaznisë për performancën shumë të bukur që bëri. Çunat kanë kohë që luajnë, faktikisht. Po kemi pas edhe probleme gjatë verës, se një pjesë e lojtarëve janë student, edhe punojnë gjatë verës, edhe kanë munguar, s'kemi bërë përgatitin e dur. Besoj se gjatë kohës, gjatë ndeshjeve, besoj se do riparojmë shumë gjëra.